Për disa ditë me radhë, piktorët të cilët u bën pjesë e kolonisë në Maliq kanë punuar në ndritën e veçantë Buzllumit, në rrugicat karakteristike dhe në fshatrat përreth, duke sjellë vepra të mbushura me ngjyra, emocion dhe frymë lokale. Artistët kanë ndarë përshtypjet më të mira, duke e cilësuar koloninë si një përvojë të pasur profesionale dhe shpirtërore, ku arti dhe miqësia u ndërthurën në mënyrën më të bukur. Është herë e tretë, është privilegj të vish këtu në Maliq, sepse është një atmosferë shumë e bukur, një vjeshtë që të ngop, të frymëzon, natyra është shumë e bukur, na jep shumë krah që ne të punojmë, të krijojmë dhe mbushemi me shumë frymëzim për dimrin. Është një mrekulli. Organizohet shumë bukur, shkojmë në vende të ndryshme. Na kujton shumë herë edhe momentet e shkollës kur ishim të rinj, që punonim të gjithë bashkë. Dhe thënë është një atmosferë shumë e këndshme. Realisht organizimi ka qenë në përgjithësi i mirë. Dhe këtë vit jemi pritur mirë. Për fat tonë dhe vjeshta është e plot në ngjyrë në këto. Kemi qenë në luginën e Devollit që ka pesash realisht. Dje që jemi në fshatin Kolonez, hodhëm diçka, puna na ka ecur. Jemi të kënaqur. Në përmbyllje të aktivitetit, pikturat e realizuara gjatë ditëve të kolonisë do të ekspozohen për publikun, duke i dhuruar qytetit një galeri të gjallë arti që dëshmon për talentin dhe pasionin e pjesëmarrësve.